Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni të gjithë këtu. Sot në fakt ka ndodhur diçka e paprecedent në historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryesia e Kuvendit nuk ka arritur që të dakordohet për rendin e ditës, të cilin do ta kenë përshtypjen deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës në seancën e ditës së premte. Siç e dini, Partia Demokratike e Kosovës ka proceduar dhe ka protokolluar kërkesën për miratimin e një rezolute të veçantë, e cila për trajtim do të kishte mbrojtjen e së kaluares sonë historike dhe trajtimit të viktimave të luftës së fundit të Kosovës. Për ne asnjëherë kjo çështje nuk ka qenë politike. Kujtesa nuk është vetëm e kaluara. Kujtesa është identitet. Kujtesa është themeli mbi të cilin ndërtohemi ne si shoqëri, si institucione, si shtet. Ne kemi synuar edhe në seancën e kaluar dhe ne dëgjuam edhe sot në Kryesin e Kuvendit që deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës të sillin për miratim një tekst të dakorduar mes grupeve parlamentare dhe përfaqësuesit tonë në Kuvendin e Republikës së Kosovës do t'i kontaktojnë tashmë grupet parlamentare për të dhënë kontributin e tyre, në mënyrë që në Kuvend të dalim të bashkuar dhe një rezolutë të tillë ta votojmë me unanimitet, me solemnitet dhe ta trajtojmë me seriozitetin që kjo çështje kërkon. E kaluara, kujtesa, lufta, sakrifica, dhimbjet që kemi përjetuar si kom nuk guxojnë në ndaj. Këto janë tema rreth së cilave ne si shoqëri dhe si institucione duhet të kemi konsenzus. Mirëpo kërkesa jonë që kjo çështje të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës, sërish po e them, jo si fush betej ku pozita dhe opozita sulmojnë njëri tjetrin, po si një çështje rreth së cilës ne kemi pajtim. Do duhet të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës. Pati një rezistencë për mua të paarsyeshme dhe të pashpjegueshme nga ana e përfaqësuesve të lëvizjes kërkënaqësje, që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës dhe miratimi i rendit të ditës tani mbeti seancës. Ne nuk do të heqim dorë nga miratimi i rezolutës, do të punojmë me të gjitha grupet parlamentare që Kuvendi t'i prezantojnë një rezolutë, sikurse që do të kërkojmë nga seanca që ta trajtoj si pikë të parë të rendit të ditës. Nuk ka asgjë më të rëndësishme ky Kuvend se sa trajtimi i kësaj teme me seriozitet, me përgjegjësi, me unitet dhe me solemnitet. Pika tjera të rendit ditës janë marrëveshjet ndërkombëtare. Ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë të qartë që marrëveshjet ndërkombëtare i voton. Këto nuk janë marrëveshje të një qeverie, nuk janë marrëveshje të një partie, këto janë marrëveshje të Kosovës dhe si të tilla Partia Demokratike e Kosovës i mbështet. Ju e dini që në vazhdimsi PDK ka qenë palë konstruktive dhe e përgjithshme në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kemi qenë të gatshëm për dialog, për bashkëpunim, për kompromis, mirëpo janë disa tema rreth së cilave ne besojmë që secili prej nesh duhet të jeti pa kompromis. E ne duhet të jemi të pa kompromis në respektimin e dhimbjes, sakrificës dhe të kaluarës. Faleminderit shumë, Arjan.
Jo më shumë diçka më shumë, përveç me ripotencu që me vërtet është përkeqësodhje, mungesa e vullnetit politik, që një pikë kaq e rëndësishme, siç është rezoluta për mbrojtjen dhe identitetin tonë kombëtar, duke pasur parasysh edhe ekspozitën e fundit, e cila tenton ta ndërtojë, ta keq përdorë dhe ta keq interpretojë racionin për luftën tonë të ardhshme, si reflektim I rrethonave aktuale që gjithë bashkë përkatësisht si aspekte politik reflektojnë dhe të shprehojnë krenarinë edhe identitetin tonë kombëtar dhe njëkohësisht ta dënojnë secilën tendencë që tenton ta ndryshojë racionin për luftën tonë të ardhshme, ka pas mungesë të vullnetit politik nga përfaqësuesit e lëvizjes vendosje dhe si rezultati I kësaj nuk kemi mundur që të vendoset si pikë e parë e rëndë ditës. Megjithëse është teknike, është simbol dhe mesazh I vullnetit të gjithëve rreth kësaj teme shumë të rëndësishme. Njëtën kohë dua të shpreh vlerësimin dhe falënderimin për përfaqësues e grupeve parlamentare nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët e kanë mbështetur propozimin tonë dhe kanë mbështetur rezolutën. Andaj ne tash jemi të hapur që të presim komentet dhe vazhdojmë të shndrojmë përgjithshëm të angazhuar në krijimin e kësaj rezolute dhe në mënyrë unanime të vendoset si pikë e ditës në seancën plenare të së premtes dhe ta ketë mbështetjen e gjitha grupeve parlamentare. Po është çështje nga e cila nuk heqim dorë, është çështje për cilën jemi të angazhuar në vazhdimsi, sepse konsiderojmë që është mbi politiken dhe është temë e identitetit tonë kombëtar, e të kaluarës tonë kombëtare dhe e sakrificës tonë që lidhet edhe me të kalumen, edhe me të tashmen, po edhe me të ardhmen. Zotë Tahiri, a do tjetë nëse në rast se kjo nuk është pike e parë e rendit të ditës, a do të qëndroj PDK në sallë apo do ta ndjek pratikën e seancës së kaluara? Dhe zonja Çtoku në rrethonat aktuale apo shihni që më parë ka mundësi që parti politike të gjejnë një zgjidhje për presidentin apo vendi për shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Sigurisht që ne të gjithë hapat edhe në raport me seancën, edhe në raport me rezolutën do t'i diskutojnë në grupin parlamentar dhe vendimet do të merren aty. Po dua rikujtoj që PDK vazhdimisht ka qenë e interesuar për zgjidhje. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë të lodhur, janë të ngopur me dramat e pafundme, panevojshme, padobishme, të cilat po prodhohen jo vetëm në kuvendin e Republikës së Kosovës, po nga tërë skena politike kosovare e nga shumica parlamentare në veçanti. Ne kemi qenë jashtëzakonisht konstruktiv dhe të përgjithshëm. I kemi votuar gjatimet buxhetore, i kemi votuar marrëveshjet ndërkombëtare, kemi marrë pjesë në takime. Në politikë dhe në këtë betejë nuk jemi për vetën e për të përmbushur erët tona. Politika para së gjithash është shërbim publik. E është për të ardhur keq që tani e 2 vite në kuvendin e Republikës së Kosovës nuk trajtohen temat e qytetarëve, po hallet e kushtetarëve. Kush cilën pozitë po e merr. Ne jemi të interesuar që ta luajmë rolin tonë pozitiv dhe konstruktiv, që vendit t'i japim sa më parë institucione, mirë po, ta themi qartë dhe hapur, përgjegjësi kryesor në këtë situatë është shumica parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës i ka 22 deputatë. Kuvendi I Republikës së Kosovës i ka edhe 98 deputatë tjerë, të cilët janë të mjaftueshëm që të zgjedhin të gjitha institucionet. Spodia e shanë në këtë shëqë. Zonja Çtoku, a keni marrë një përgjigje sepse zonja Malbasi më njërë pas të kryeministri Albikutit duke bërë përpjekje për të bërë zgjidhje, jo për të shkuar në zgjedhje, a ka marrë zoti Hamza një përgjigje pas kërkesës që I ka bërë zoti Kurti 2 ditë më parë? Si që dini, kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës ka marrë pjesë në 2 takime
me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje dhe kryetari i saj, zoti Albin Kurti, duhet ta trajtojnë çështjen e zgjedhjes së presidentit me seriozitet dhe me përgjegjësinë që një situatë e tillë do duhet të imponante. Dhe tani është rroda që lëvizja vetëvendosje deklaratat e saj publike ti konkretizoj në një letër të shkruar, të cilën më pas Partia Demokratike e Kosovës do ta përgjigjesh. Nuk kemi pranuar ende asnjë kërkesë zyrtare nga lëvizja vetëvendosje, përkatësisht kryetari i saj. A keni pranuar një përgjigje nga Zemraqirës së shtruese të detyrës së presidentës për çështjen e antarit të KQZ-s, dhe në rast se ajo vendos që ta jap atë të tretin vetëvendosjes, apo do të qeni për të kushtetuar se përgjithëse është vlerësuar nga shoqëria si pjesë e bashkimit. Siç e dini, nuk është vetëm vlerësim dhe mendim i Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe i shoqërisë civile dhe i eksponentëve të tjerë që kanë ndjekur në vazhdimsi punën e Komisionit Qendror Qendror, nuk është çështje diskutimi se ai takon Partisë Demokratike të Kosovës antari i dytë në KQZ. Për këtë çështje ka edhe vendime të mëhershme nga ana e gjykatës kushtetuese. Ne kemi pritur që presidentja Osmani të nënshkruante një vendim të tillë, por me që tani ka mbitur në dorën e zonjës Haxhiu, shpresojmë që zonja Haxhiu mos të bëjë shkelje kushtetuese, të nënshkruaj vendimin për antarin e dytë të PDK-s në KQZ, përfaqësuesit e dytë. Në rast se mirret një vendim tjetër, sigurisht që PDK do të remarë papat e domosdoshëm dhe do ta bëjmë një çështje të tillë, një vendim të tillë në gjykatë. Sa i përket çështjes së rezolutës, për faktin që vetëvendosja po insiston për një grup punus edhe për ndryshime eventuale apo ndaj paragraf specifik për cilin nuk po pajtohet lëvizja vetëvendosje që po kërkon ta ndryshojë, apo cili është kërkesa e tyre me që s'po insiston për një diskutim. Për të drejtën, ne kemi qenë të hapur që nga ritarë. Nuk është kjo një kërkesë ekskluzive e lëvizjes vetëvendosje, kjo është një ofertë e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe qysh në ditën e parë kemi qenë të hapur që të kemi plotësime në tekstin e rezolutës, nuk na është thënë asgjë specifikisht. Në fakt, kryetari i grupit tonë parlamentar ka kërkuar edhe çfarë lloj drejtje të i bëhet në shkrep, por një gjë e tillë nuk na është dhënë më herët. Tani ne nuk do të heqim dorë, do të kërkojmë sërish që të vinë drejtje, rekomandime, të arrijmë bashkërisht në një tekst, në mënyrë që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta miratoj me unanimitetin dhe solemnitetin që një çështje e tillë kërkon. Një temë si mbrojtja e të kaluarës sonë historike, mbrojtja e dignitetit të viktimave, nuk duhet të shndrohet në fushbetejë politike. Kjo duhet të jetë një çështje që na takon dhe ne jemi të gatshëm të pranojmë rekomandime. Mirëpo, kemi qenë të qartë që një çështje e tillë nuk duhet të trajtohet si pikë vjetë, sepse nuk është serioze. Nuk është serioze, duhet të trajtohet si pikë, ta miratojmë me solemnitet dhe të vazhdojmë pastaj në çështje tjera. Kuvendi nuk është organ teknik, as nuk është makineri votash. Ne jemi organ përfaqësues politik dhe duhet të veprojmë në përgjigje dhe rregullia politike. Znači, pravo rreshën, plus edhe fakt për marrëveshjen që duhet në bodi e paqes në cilën Kuvendi e për kasier, për qëndrimin tuaj dhe rreshën ta shëndetë në cilën të qenë se të pasë në cilën të shërbejnë që të bashkuar, sa jo sojuse pra që të shërbejnë, të qenë se ka marrë për sëtim pra në zhimë dhe të shumë që të kalën. Ne kemi bërë publike qysh ditën e parë që Partia Demokratike e Kosovës e mbështet antarësimin e Kosovës në bordin e Huaqës dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës duhet të sjellin Kuvendin të Republikës së Kosovës sa më parë instrumentet e antarësimit për miratim, sepse nuk është thjesht vetëm miratimi i antarësimit të Kosovës në bordin e Huaqës, janë një varg
marrëveshjes pastaj sekondare që kanë dhuruar nga antarësimi i në votën faqes që kërkojnë ndihmën e Kuvendit të Republikës. Nuk kam shpjegim racional se një gjë e tillë nuk është konkret. Ka betejë deri në fundit për llogaritë Facebook-u e Twitterit. Këto janë betejë potenciale parëndësishme për jetën e qytetarëve, për jetën e qytetarëve janë tema tjera. Faleminderit.